që vajzën ose djalin me vendos pak ma shumë, nuk ja imponojnë shumë, për shkak tash ti po flas për neve se jemi, edhe unë jam gjenerat e re, nuk ju imponojnë shumë për shkak sikur ma herët që e ka vendosur ose për shkak i ka pëlqyer ose e ka pas shok për shembull çat babën e çat idealit ose të vajzës, e ka pas për shembull shok, i ka pëlqyer mohabeti dhe më një herë për shembull për haj vajza. Po. Tash që kjo është e mirë që nuk ka shumë kësi imponime, ma shumë e vendosin vetë, mujnë mja përpozu, edhe mas nej prapë se prapë e vendosin vetë. Që kjo është si pjesa ma e mirë. Kur flasim për traditat, ndoshta flasim pak edhe për kanunin, që atëherë këgja shumë familjet kanë qenë si pas kanunit edhe jo si kur sot ndoshta. Sa ruhet, sa është ruajt ndoshta po e them deri gruas atëherë edhe sa sot. A ka ma shumë gruaja siguri sot nga familjet shqiptare apo atëherë ka pas ma shumë? Si që, sot është ma ndryshë. Përpara ka qenë gruaja me shtypni, kur ka foli zoti shpisa e ka heshtë. Ose kur kanë jetu shumë antarë familje dhe në 50, 60, e zoja shpis që ka thonë tjerët, veç që kanë rrudhë kratë, o duhet mi bo. Sot është ndryshë.